mos e anashkallo këtë video. Nëse e sheh sot, nuk është rastësi. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e mbyllur. Dyert nuk hapen. Lutjet duken të heshtura. Shpresa fillon të zbehet. Por sot, diçka po ndryshon. Zoti po hap një derë për ty. Jo nesër, jo në një kohë të paqartë. Sot. Dhe para se kjo derë të hapet plotësisht, ka diçka që duhet ta kuptosh. Qëndro deri në fund, sepse mesazhi i fundit është pikërisht për situatën që po kalon tani. Ka momente kur ndihesh sikur je përpara një muri të padukshëm. Lutesh, por qielli duket i heshtur. Trokos, por asnjë derë nuk hapet. Përpiqesh të ecësh përpara, por diçka gjithmonë të ndalon në momentin e fundit. Dhe fillon të pyesësh veten: a jam unë problemi? A kam bërë diçka gabim? Por sot duhet ta kuptosh këtë. Ajo që dukej si mbyllje, ishte mbrojtje. Ka dyer që ti i do, por që do të kishin lodhur, zbrazur dhe shkatruar. Ka vende ku doje të hyje, por që nuk ishin të destinuara për paqen tënde. Zoti nuk po të ndëshkonte, ai po të ruante. Ndonjëherë, heshtja e tij është mënyra më e fortë e dashurisë. Dhe nëse sot ndihesh i lodhur nga pritja, ky është momenti ku gjithçka fillon të ndryshojë. Sepse kur Zoti mbyll një derë, është sepse ai po përgatit një hyrje më të madhe. Mos u largo tani, sepse dera që po hapet është ndryshe nga të gjitha të tjerat. Ka një arsye pse nuk ndodhi më herët. Ti menoje se ishe gati muaj më parë, ndoshta edhe vite më parë, por nëse do të hapej dera atëherë, do të hyje me të njëjtën frikë, me të njëjtën pasiguri, me të njëjtën varësi nga mendimet e të tjerëve. Vonesa nuk ishte refuzim, ishte ndërtim. Gjatë kësaj kohe, diçka brenda teje ndryshoi, u bëre më i fortë në heshtje. Mësove të mbijetosh pa atë që dikur mendoje se ishte thelbësore. Mësove të qëndrosh edhe kur askush nuk të kuptonte. Zoti po ndërtonte karakterin tënd përpara se të jepte përgjegjësinë e bekimit. Sepse disa dyer nuk hapen për versionin e vjetër tëndin. Ato hapen vetëm kur je rritur mjaftueshëm për të mos i humbur. Dhe tani, ndoshta po e ndjen, një qetësi e re, një forcë e brendshme që nuk e kishe më parë, një besim më i thellë, edhe pa prova. Kjo është shenja. Diçka është gati, dhe ti je më i përgatitur se sa mendon. Ndoshta nuk e ke kuptuar ende, por disa gjëra rreth teje kanë filluar të ndryshojnë. Njerëz që dikur ishin shumë të pranishëm, pa pritur po largohen. Situata që mendove se ishin të përhershme, po shpërbëhen. Plane që nuk funksionuan, tani po zëvendësohen me ide të reja që lindin pa pritur në mendjen tënde. Kjo nuk është kaos, është riorganizim hyjnor. Para se një derë e re të hapet, korridori duhet të pastrohet. Para se të hysh në një sezon të ri, gjërat e vjetra duhet të bien. Dhe ndonjëherë, kjo fazë duket si humbje, por në të vërtet është zhvendosje. Po ndjen një shtytje të brendshme për të ndryshuar diçka? Po ndjen sikur nuk përshtatesh më aty ku je? Kjo është shenja që dera po afrohet. Sepse kur Zoti përgatit një hapje të re, ai fillon duke ndryshuar brendësinë tënde. Ai rregullon zemrën para se të ndryshojë rrethanat. Mos u tremb nga ajo që po bie, sepse ajo që po vjen është më e madhe se ajo që po largohet. Çdo derë e re sjell bekim, por edhe përgjegjësi. Ti je lutur për ndryshim, ke kërkuar një mundësi të re, ke dashur një fillim të freskët, por tani që lëvizja po afrohet, zemra jote ndoshta ndjen edhe frikë, sepse çdo hap përpara do të thotë të lësh pas diçka të njohur. Dera që Zoti po hap për ty sot nuk është thjesht një dalje nga vështirësia, është hyrje në një nivel tjetër, dhe nivelet e reja kërkojnë guxim të ri. Do të duhet të besosh pa parë gjithçka qartë. Do të duhet të ecësh edhe kur rruga nuk është plotësisht e zbuluar. Do të duhet të thuash po, edhe kur zëri i dyshimit përpiqet të të ndalojë. Por ja e vërteta, frika është shenja që po rritesh.
Nëse nuk do të ishte e rëndësishme, nuk do të tremte. Zoti nuk hap dyert për t'i mbyllur përsëri. Kur ai hap, askush nuk mund ta mbyll, por ti duhet të zgjedhësh të kalosh përmes saj. Sot është dita e vendilit. Para se të kalosh përmes derës që po hapet, ka diçka që duhet të lësh. Nuk mund të hysh në sezonin e ri, duke mbajtur peshën e vjetër. Nuk mund të përqafosh bekimin, duke mbajtur ende zhgënjimin. Ka mendime, kujtime, ndoshta edhe njerëz që të kanë lidhur me një verzion të vjetër të vetes. Dhe dera e re nuk hapet për atë verzion. Ndoshta je mësuar me dhimbjen, ndoshta je mësuar me mungesën, ndoshta je mësuar të presësh më të keqen. Por sot, Zoti po të fton të çlirohesh nga kjo mënyrë të menduari, sepse ajo që po vjen kërkon besim të pastër. Nuk është e lehtë të lësh pas atë që ka qenë pjesë e historisë tënde, por çdo hap drejt dritës kërkon të dalësh nga hija. Dhe hija nuk largohet duke e analizuar. Ajo largohet duke ecur drejt dritës. Pyet e veten, çfarë duhet të lësh sot që të hysh i lirë nesër? Vendimi yt sot do të përcaktoj sa e hapur do të jetë dera. Ka një moment në jetën e çdo njeriu kur gjithçka ndryshon, jo sepse rrethanat janë perfekte, por sepse zemra vendos të besojë. Ndoshta sot është ai moment për ty. Jo sepse problemet janë zhdukur, jo sepse çdo pyetje ka marrë përgjigje, por sepse brenda teje po lind një siguri e re, një qetësi që nuk varet më nga ajo që sheh, por nga ajo që ndjen thellë në shpirt. Ky është momenti kur drejtimi ndryshon. Shumë herë ne presim një shenjë të madhe, një mrekulli të dukshme, por Zoti shpesh fillon me një ndryshim të brendshëm. Një mendim i ri, një vendim i vogël, një hap i heshtur. Dhe ai hap i vogël hap rrugën për derën e madhe. Mos e nënvlerëso këtë ditë, mos e shty për nesër atë që ndjen sot, sepse kur zemra dhe besimi bashkohen, qielli fillon të lëviz. Sot nuk është një ditë e zakonshme, është një pikë kthese. Dhe dera që po hapet, po pret vendimin tënd. Shpesh ne presim që dera të hapet në mënyrën që kemi menduar. Presim të njëjtin vend, të njëjtët njerëz, të njëjtën formë të suksesit që kemi vizatuar në mendjen tonë. Por Zoti nuk punon gjithmonë sipas skenarit tonë. Dera që po hapet për ty mund të mos duket si ajo që ke kërkuar, por do të jetë pikërisht ajo që të duhet. Ndoshta nuk do të jetë më e lehta, ndoshta nuk do të jetë më e rehatshmja, por do të jetë ajo që të rritë. Sepse bekimi i vërtet nuk është vetëm për të bërë të lumtur, është për të transformuar. Mos e humb mundësinë duke kërkuar që gjithçka të jetë perfekte. Disa dyer duken të vogla nga jashtë, por brenda tyre fshihet një horizont i ri. Mos e gjyko fillimin nga pamja e parë. Zoti shpesh maskon mrekullinë si një hap të thjeshtë. Dhe nëse sot diçka e vogël po troket në jetën tënde, mos e injoro. Mund të jetë fillimi i asaj për të cilën je lutur prej kohësh. Sa më afër të jesh me derën, aq më shumë mund të ndihesh rezistencë. Papritur, mendimet negative bëhen më të forta. Dyshimet përpiqen të rikthehen. Situata të vogla fillojnë të provojnë dhe ti pyes veten: pse tani? Pse kur gjërat po dukeshin gati për të ndryshuar? Sepse shpesh, para hapjes së madhe, vjen prova e fundit, jo për të ndalur, por për të konfirmuar forcën tënde. Çdo nivel i ri kërkon një stabilitet më të madh. Çdo derë e re kërkon një besim më të pastër. Dhe rezistenca që ndjen sot është dëshmi se je shumë afër. Mos u tërhiq tani. Mos e lejo frikën të flasë më fort se besimi. Mos e lejo lodhjen të bëjë të heqësh dorë në prag të mrekullisë. Sepse shumë njerëz kthehen pas pikërisht kur janë një hap larg ndryshimit. Ti mos bëj të njëjtin gabim. Nëse ke arritur deri këtu, është sepse brenda teje ka një forcë që nuk është e zakonshme. Dera është më afër se kurrë. Dhe pastaj vjen momenti. Jo gjithmonë me zhurmë, jo gjithmonë me duar trokitje, por me një qartësi të brendshme që nuk e ke ndjerë më parë. Pa pritur, ajo që ishte e bllokuar fillon të lëviz. Një telefonat, një mundësi, një takim, një ide, një paqe që zbret mbi ty pa shpjegim. Dera nuk hapet gjithmonë me dramë, ndonjëherë ajo hapet me qetësi. Dhe kur të hapet, do ta kuptosh pse gjithçka tjetër u mbyll. Do ta kuptosh pse duhej të prisje.
do ta kuptosh pse duhej të rriteshe. Sepse ajo që po vjen nuk është vetëm përgjigje lutjeje, është konfirmim destinacioni. Mos harro, dera që hap Zoti nuk ka nevojë për lejen e askujt tjetër. Kur koha është e tij, asnjë pengesë nuk mund ta ndalë. Sot mund të jetë dita që do ta kujtosh për vite. Qëndro me zemrën hapur, sepse ajo që po fillon është më e madhe se sa ajo që përfundoi. Tani, gjithçka varet nga ti. Dera mund të jetë hapur, por ti duhet të zgjedhësh të kalosh përmes saj. Sepse bekimi nuk është vetëm një mundësi që shfaqet, është një akt besimi, është një hap që bëhet edhe kur zemra rre fort. Është një po që thuhet edhe kur nuk i sheh të gjitha detajet. Mos prit që të mos ndjesh frikë. Guximi nuk është mungesë frike, është vendimi për të ecur pavarësisht saj. Sot, Zoti po hap një derë për ty. Jo për të provuar diçka, jo për të testuar, por për të çuar në një nivel që ti vetë ndoshta nuk e ke imagjinuar. Por, mbaj mend, çdo sezon i ri kërkon një identitet të ri. Mos hy me mentalitetin e mungesës në një sezon bolloku. Mos hy me dyshim në një hapësirë të destinuar për rritje. Ndalo për një moment. Merr frym. Dhe nëse e ndjen në zemër se ky mesazh ishte për ty, atëherë mos e shtymë. Hape zemrën. Hape mendjen. Dhe bëje hapin. Sepse sot dera është hapur.